Unë jam vesh një fantazme e vlerë. Çdo të bëj që njerëzit të më duan si që duan njëri tjetrin? Ha, i mjeri ti. Unë mund të ndihmoj, po nëse më ndihmon të kushtoj botën. Unë të ndihmoj ty? Kur? Prit pak, që të duhet ndihmaj një fantazme, ti ke shumë më shumë son fuqi. Pse nuk e përshon botën vetëm pa ndihmën time, apo ke frika zana jonë, hë? Jo, nuk është ajo që më frikson. Po kush është atëherë? Është ai djali i pafër. Ai ka fuqi absolute. Më shumë son, më shumë sa e zona juaj që e quani magjistarja fuqishme. Vërtet? Po si quhet? Kujton se po të gënjej? Ai quhet Aidan. Ti po më mashton me egërsirë e gjalloj. Se nuk merresh me një person që ka më shumë fuqi se ti? Po sulmoni të pafajshëm? Pille, pse nuk merresh punët e tua me zonë pa vlerë? Ha, sa më quajte mua? Tani pa vlerë? Unë e ka përfunduar vartën flutur. Fantaz! Më thini Flora, më dheri. Në rregull Flora, mere këtë vartën e qoja një djali që quhet Aidan. Ai do ta mund të gërsiren tonë të dashur. Çfarë? Jo, prit pak Flora, unë mund të të plotësoj një dëshirë. Nëse ma jep mua vartën, a nuk e dashur gjithmonë të ishin qenie njerëzore? Hajt pra, ma jep mua vartën. E për çfarë do? Ai do të më bëj mua një zonë të mirë. Jo, po të dëgjoj atë. Ai të gënjen, shko shpejt atje. Ej, i vjen shpejt vartën. Në rregull. Jo, mos ja jep atij. Është tepër vonë. Shiko. Do të shkatroj, do shfaros në gjithve. Me apo që ti ma unë do të shkatroj. Na njëri. Shkatroj bomë. Shkatroj bomë. O, të që.